Shumica e shqiptarëve, fatkeqësisht, edhe sot e kësaj dite, investimin më të madh jetës tyre e vendosin me kokën e tyre. Pra nuk të kushton asnjë gjë për investim që të bësh 100, 150, 200.000 euro sot, që ti të marrësh një ekspert i cili do marri për punën e vet 500, 600, 700, 800 euro, 900 euro. Se kaq do jetë fija maksimale. Edhe për kontratën, por edhe për specifikën teknike. Dhe nëse ti këtë e bën, kurse në shumë gjëra këto dhimbje koke që janë më pas. Në këtë rast kjo do të ishte një, në moment që ti bën gjitha të blerje, edhe një të gjithë duhet ta mendojnë këtë gjë. Për një ekspert që do të konsultonte do ishte. Ne ju themi, pra unë ju them dhe atyre që ne kemi pronarët e tokave që në përgjithësi bëjmë kontratë për zhvillimin e projekteve të tyre, i them të lutem, nuk negociojmë dot bashk, merr një avokat të lutem, sepse sido që ne të negociojmë bashk, unë dhe avokati ynë do mbroj interesin ton. Ndërkohë që ti të marrësh një avokat i cili të mbroj interesin tënd, se sa do avokati që unë kam, që paguhet nga ne, të mbroj interesin tënd, do mbroj interesin tim se rrogën e nga unë. E qartë. Pra nuk mund mbroj interesin tënd, pra duhet të arrim te pjesa profesionale, ku të ketë persona profesionist të cilët debatojnë me njëri tjetrin për të marrë atë zgjidhjen më të mirë të mundshme për të dyja palët. Në këtë mënyrë, edhe cilësia e ndërtimeve do rritet, se sa më tepër të rritet kërkesa llogarisë, dhe sa më tepër blerësit ti evitojnë këto kontratat një faqe gjysmë apo dy faqe, pas specifikime, aq më tepër të rritet cilësia e tregut.